gjeni keq është për gjithë rrjellorët që dje janë zgjuar me tokën e tyre të rrethuar me tel me gjëmba. Dhe ne dim pse e bëjnë, sepse ata pretendojnë që ne do fokusohemi te rrjolli dhe do humbim vëmendjen nga ajo që na ka bashkuar, largimi i kësaj qeverie, largimi i kësaj kase politike që na ka uzurpuar çdo hall të shtetit tonë. Rrjolli do shpëtoj ditën që Shqipëria do shpëtoj. Absolutisht ju bëj thirrje të madhe gjithëve që të suportoni dhe rrjollin në këto ditë, që të hiqet telat me gjëmba, që janë më keq se burgjet e sigurisë lart. Është banale ajo që ka ndodhur këto ditë në rrjoll. Por ne nuk duhet të harrojmë fokusin kryesor, që është tërheqja e kësaj qeverie, tërheqja e kësaj kase politike dhe shpëtimi i Shqipërisë një herë e mirë. Shpëtimi i rrjollit, i Thetit, i Valponës, i Natës, Vëllecit, Kurgalis, Pogratecit, Sarandës, Butrindit. Është momenti jonë të shpëtojmë çdo qytet, çdo zonë të mbrojtur dhe çdo hall të jetës tonë në këtë vend. Ndaj do ju thrasim fort, Rama ik, Berisha ik! Jeni më të mirë të botës dhe përderisa kryeministri pretendon të tallet me ne, na vjen keq zoti kryeministër, por ne jemi qytetarë që të kemi dhënë mandatin dhe na takon ne që të tallemi me ty, se ke 35 vjet që tallesh me ne. Po kjo rezistenca jote ka friksuar, të ka prish gjumin ty me Sali Berishës. Por kjo nuk do ja prish jetën shqiptarëve dhe rinisë shqiptare. Ne do vazhdojmë të rezistojmë, ne do vazhdojmë të jemi çdo ditë më të fortë, çdo ditë më shumë, derisa zëri jonë të shkojë aty ku duhet dhe ju të shporreni nga politika shqiptare. Fjalën e ka zoti Artur Çollari. Të nderuar qytetarë të Tiranës, të gjithë Shqipërisë, të rrjollit, të Zvërnecit, të Natës, të gjithë shqiptarët në Shqipëri dhe jashtë vendit. Kjo protest është një moment historik në Shqipëri. Ne po ndryshojmë mënyrën e të qeverisur. Ne po ndryshojmë, ne po kërkojmë një shtet të drejtë, ligjor dhe të barabartë për të gjithë. Zvërneci ishte pika e ujit e cila bushi gotën. Por Edi Rama kërkon ta devijoj atë, duke trajtuar s'ka projekt, do respektohet mjedisi. Jo, Edi Rama ka shkatëruar të gjithë Shqipërinë. Unë mund t'i kujtoj vetëm disa projekte. Aeroporti i Kuksit. Asnjë avion nuk ullet e ngrihet. Dhe koncesionari çdo muaj merr parat nga shteti shqiptar për pasagjerët e munguar. Porto Romano, a e mbani mend që ato është e kryeministri, do bëhet baza e NATO-s. Nuk është as e NATO-s dhe as ka për të bërë porti Shqipërisë, sepse është pas studim fizibiliteti në një vend që nuk mund të ngrihet port tregtar. Porti i Durrësit është krim shtetëror. Është krim shtetëror. Është porti i vetëm tregtar në Shqipëri, i cili mban lidhjet rajonale dhe ndërkombëtare, i cili favorizon pozicionin gjeografik të Shqipërisë, por Edi Rama tentoi ta kthente në një port turistik. Nuk do ta kthej dot. Nuk do ta kthej dot. Sepse armiqt që ai nuk i ka shpallur, po ja u themun janë NATO, BE dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si për portin e Durrësit dhe për Porto Romano. Mund të vemi dhe në poshtë, mund të vemi në palas, në Dhërmi, e keni parë çfarë ka ndodhur. Është tjetërsuar mjedisi, kapacitetet mbajtëse janë më të mëdha se vetë Bregdeti. Mund të vemi më poshtë në Limjon, e cila nga bazë detare
u kthye një resort ose u projektua për një resort për oligarkët. Dhe në të gjitha këto projekte janë oligarkët, duke përfshirë Sazanin, Skornecin, apo dhe Pashalimanin, që janë e gjithë 80 hektarë, janë vetëm 14 hektarë bazës. Pra, kemi të bëjmë me një kryeministër, jo vetëm që vjetë pasurin publike, por është kërcënim për sigurin kombëtare të Shqipërisë dhe të aleancës. Është kërcënim për sigurin kombëtare të Shqipërisë dhe të aleancës. Sot, Porto Romano nuk është më Port i Naples. Nuk ka asnjë shpresë e di dhe e di Rama. Nuk e hap tot. Pse? Sepse në fakt, qeveria e Edi Ramës dhe Edi Rama janë jo vetëm të korruptuar, por ata janë të lidhur me oligarkë, shqiptarë dhe ndërkombëtar, njerëz në kërkim. Po bani më në Pashaliman, 80 hektarë i ka marrë një prestanome italian i cili është në hetim në Itali. Të gjitha kontratat e Ministrisë së Mbrojtjes, ja u ka hequr aleatëve tanë strategjik, ja ka dhënë një në kërkim, një flite, nuk është izraelit, pasaportën ka izraelit, nuk është izraelit, është i kërkuar ndërkombëtar, është në korrupsion, në kërkim, ose në hetim nga nafi. Pra, Edi Rama e di fundin e tij. Unë një gjë dua të them. Edi Rama nuk ikën vetë. Nuk ikën vetë. Ai e di fundin e tij. E di fundin e tij. Por qëndrueshmëria jonë duhet jetë shumë e madhe. Ne duhet të qëndrojmë deri në fund. Derisa të ikim. Bravo! Sigurisht që ta janë vërditur dhe këtë e keni shpjeguar me një thirrje që lindi këtë protest. Dhe ajo është ju erdhi fundi! 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 Sigurisht që çdo njeri, çdo politikan i cili e din që po i vjen fundi është i mërzitur dhe totalet të përtas të zgjedh me gazetar, me influencer, me të gjithë, sepse po i vjen fundi! Ne jemi këtu sot për sërisi çdo një tjetër për t'i thënë se të erdhi fundi! Fjalën e ka Greta Abanji, ish vikend i dhjetorit të 2018-s me cilin jam njohur që atëherë. Përshëndetje gjithëve. Ne jemi mbledhur këtu dhe jemi shumë e shohim njëri tjetrin, por unë kam vetëm një pyetje. E dini kush është dhe një nga arsyet kryesore se jemi mbledhur këtu? Sepse kemi 35 vite që neve vazhdojnë dhe na premtojnë njëta gjëra. Vazhdojnë dhe na premtojnë rotacion politik. Vazhdojnë dhe na premtojnë zgjedhje të lira. Por në fakt, a ka ndodhur ndonjëherë kjo? Dhe çfarë ndërtuan këto? Ndërtuan një sistem hibrid, një sistem ku komunizëm nuk i quajnë, por ka të gjitha elementet e një komunizmi, ku demokraci nuk është, sepse janë jo për vetëm elementet komuniste, por këto kanë dhe pushtetin, ka dhe ngurin dhe arrën dorë. Këto kanë çdo gjë e kanë vend dorë për të mbajtur pushtetin e tyre. Dhe di pse mbajnë këtë pushtet? Sepse këto kanë frikë t'japin llogari.
kanë frikë që në momentin që mbaron ky tranzicion, kanë frikë që do japin llogari pranë organëve përkatëse. Dhe prandaj ne sot jemi këtu. Jemi për t'i dhënë fund këtij tranzicioni. Jemi që ne të garantojmë zgjedhje të lira, të garantojmë procese të lira, të garantojmë institucione ligjore, ku njerëzit, ku të gjithë ne të kemi besim të drejtësia, të kemi besim të njëri tjetrit. Prandaj përveç se Rama u mendoj që duhet kemi dhe një thirrje tjetër, një thirrje që ne të garantojmë që i gjithë ky proces të kenë një tranzicion të drejtë dhe të ndeshëm. Prandaj, ajo që neve pjesë shtesë të kërkesave duhet kemi një qeveri tranzitore, një qeveri që të garantojë të gjithë këto procesin. A jeni dakord që kemi një qeveri tranzitore? Qeveri tranzitore, qeveri tranzitore, qeveri tranzitore, qeveri tranzitore. Dhe një thirrje të fundit kam. Jemi mbledhur gjithku. Rama Bur Berisha Bur! Rama Bur Berisha Bur! Rama Bur Berisha Bur! Rama Bur Berisha Bur! Dhe përveç kësaj vetëm një gjë, jemi mbledhur këtu, po mos harroni se të gjithë njerëzit që jemi ne këtu, jemi sepse kemi besim te njëri tjetri, sepse suportojmë njëri tjetrin, pavarësisht ndasive, mendësive, politike, filozofike, nuk ka rëndësi. Ne kemi vetëm një qëllim të vetëm, që është ikja e kësaj qeverie dhe është që ne të ndërtojmë një Shqipëri më të mirë dhe për veten. Shqipëri e re! 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 Për këtë protest e kanë marrë vesh gjithë, e kanë marrë vesh në Europë, në Amerikë, në Azi, kudo. A e dini ku e kanë marrë vesh për këtë protest? Kemi kaq kohë që i kërkojmë Bashkisë Tiranë që të lidhi një kapull që të marrim energji elektrike dhe nuk na japin. Është e turpshme se sot protestojnë për ditën ditë me generator sepse këta nuk na japin drita. Kjo në fakt tregon shumë më shumë për ata, po tregon edhe për ne. Për ne tregon sa të fuqishëm jemi e për ata tregon sa frikë na kanë. Që ka marrë vesh gjithë kush për protestën tonë, fjallën duhet ja jap një vazë që ka ardhur nga tonë, fjallën duhet ja jap një vazë që ka ardhur nga jashtë. Përshëndetje! Përshëndetje fytyrës më të bukur të Shqipërisë! Fytyrës Shqipërisë! Ky është qartësisht një moment historik. Është moment historik sepse për herë të parë, pas 35 vitesh, shqiptarët bëhen bashkë përteja afiliacioneve të vogla politike. Është moment historik sepse për herë të parë, pas 35 vitesh, shqiptarët dëshmojnë se Shqipëria është mbi gjithçka. Është moment historik sepse për herë të parë, mas 35 vitesh, shqiptarët tregojnë se nuk në përkëmbë ndodh nga askush. Sepse do shkaloset fytyra më dinjitoze e Shqipërisë. Është moment historik, miqtë e mi, sepse sot shënjojmë fundin
tranzicionit të zgjatur. Sepse sot fytyra europiane e Shqipërisë është kjo protestë, jeni ju. Sepse sot Shqipërisë i dalim vetë për Zot. Bëjtire për çdo shqiptar që s'është ende këtu, na bashkohet. Përbit këtu në bulevard, sepse është një përjetim që i takon kujtdo e do Shqipërinë vërtet. Në fund, unë desha të turoja që Zoti ta bekojë Shqipërinë, por bekimi i Shqipërisë është në kohë këtu. Bekimi i Shqipërisë është kjo protest. Bekimi i Shqipërisë jeni ju, faleminderit. Shqiptarët në fakt e kanë lënë Shqipërinë gjithë këto vite, rreth 1 milion thuhet prej 2015-ës, për të ikur drejt vendeve të Bashkimit Evropian, për të ndërtuar të ardhmen e tyre atje. Ka 10 ditë që shqiptarët po i lënë vendet e Bashkimit Evropian për të kthyer këtu. A e dini pse? Sepse kjo është e njëjta arsye për cilën ata kanë ikur. Ata kanë ikur sepse nuk kanë pasur shpresë se këtu mund ta ndërtojnë jetën e tyre. Ndërsa tani ata janë kthyer sepse ju jeni shpresa e një Shqipërie të re. Shqipërie re! Shqipërie re! Shqipërie re! Shqipërie re! Të gjithë bashkë, sidomos duke na u bashkuar edhe diaspora, edhe shqiptarët e trojeve, po që do ta bëjmë Shqipërinë e re. Shqipërie re! Shqipërie re! Shqipërie re! Shqipërie re! Shqipërie re! Shqipërie re! Në fakt, sot do të kemi disa fjalime të atyre që kanë ardhur nga diaspora. Daj fjalën ja jap Arbër Leshin, një aktivisti që është kthyer nga Austria vetëm për këtë protestë. Bashkëdhetarë që e keni mbushur këtë shesh, ashtu si që keni mbushur këtë shesh, e keni mbushur diasporët e shqiptarë kudo nëpër botë me shpresë. Nga Londra në New York, nga Vienna në Toronto, nga Roma në Washington, sheshet e botës janë mbushur me shqiptarë që protestojnë bashkë me ju, në solidaritet me ju. Qeveria më e korruptuar që shqiptarët kanë parë dhe kanë provuar ndonjëherë, sot pretendon se ka 800.000 njerëz që e kanë votuar e përrjedhoi mazhorancë. Por ju kujtojmë se shqiptarët janë mbi 4 milion dhe në 30 vitet e fundit 1,5 milion shqiptarë janë larguar nga vendi për shkak se këtu jemi në një ambient social, ekonomik të pabanueshëm për një vend evropian. Protesta juaj e cila nisi për shkak të dhunës shtetërore, mbi njerëz autokton në tokat e tyre, në Rjoll, në Zvërnec, e kudo tjetër nëpër Shqipëri. Ishte frika e mbushjes. Dua vetëm t'ju kujtoj, dua vetëm sjell këtu dhe zërin e disa njerëzve nga zona ku unë vi, nga Mati. Zëra të cilat nuk dëgjohen as në media e as kund. Problemet e këtyre njerëzve që kanë dy në Zëngjoçaj, në Kurdari, atje
banorëve po ju merret ujë I pishëm për ta çuar ujin në hidrocentralet e oligarkëve të lidhur me këtë qeveri dhe me këta ministrat korruptuar. Prandaj, bashkë me ju, edhe diaspora, e di shumë mirë se sa të këqija I kanë ardhur këtij vendi nga kjo qeveri, nga ky kryeministër. Por sot I bëjmë thirrje se më në fund ka në dorë që t'i bëjë një të mirë Shqipërisë pas gjithë atyre të këqijave, të japi dorëheqjen përfundimtare. Dëmtuar më shumti gjithë këto vite janë profesionistët e lirë dhe klasa e mesme. Duket sikur atyre ja u kemi pakur zërin dhe nuk I kemi dëgjuar kur të flasin. Ndaj sot kemi kënaqësinë të kemi një stomatologe që do të thonë këtë jashtë. Mirëmbrëma, Kuksi, Tropoja, Puka, Lezhë, Mirdita, Durrësi, Tirana, e Gjeri Jugu poshtë. Ramai, Berisha Kur, jam nënë, janë e revoltuar këtu në këto podium. Për shumë e shumë arsye, për shumë përballje në përtyret e spitaleve, të cilët janë të gjithë të korruptuar. Pa përjashtim. Dua të citoj dy vargje, të cilat I ka interpretuar Indieri Milushka Bashi. Jam shqiptar, paj kosovar, zote bujar, zote krenar, mbi këto veqe kam si fe, paj edhe për mi fe kam vatan, e kam më dhe, ti është tja po vërtet, ti është tja po të rejqela vërtet, e nuk dua sot mbi mua, se jam këtu nga mali kur Zoti e mali fushën fush, e malin mal. Ne të ndihemi të gjithë, sot më shumë, nesër më shumë, sepse ky vend drejtohet vetëm nga ne. Ne e ngritëm këtë njeri dhe ne mund ta ulim këtë njeri. Ftoj të gjithë nënat, të cilat për arsye shumë e më shumë, të cilat presin dyreve, dritareve duke pritur fëmijët e tyre, që nga 2016 që janë larguar të gjithë kolegët e mi që kanë ikur jashtë. Për çfarë arsye? Për paga të cilat nuk paguhemi, nuk jepen licencat tona për arsye se duhet na mbajnë peng, por jo, ne nuk duhet të dorëzohemi. Sot më shumë, nesër më shumë, pas nesër dhe më shumë. Nesër më shumë. Nesër më shumë.
socialiste, kështu që gjithve në korë këndoni sa më shumë. Fjallën e ka Edmond Çata, një nga aktivistët që ka qëndruar në kokë çështjes kombinatit, ku janë shembur shumë pallate dhe shumë banor ka ndalë jashtë. Kështu që kjo bashki, kjo qeveria është tajmike e shumë njerëzve në të vend. Përshëndetje Shqipëria e re! Shqipëria e re dhe normale që ngrihet mbi respektin për pronën, mbi të drejtat dhe liritë e qytetarit të respektuar. Ato grupit tonë organizator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kemi dorëzuar një draft ku kemi paraqitur ndryshime për kodin zgjedhor. Shqipëria e re fillon nga zgjedhje por to zgjedhje janë bërë për partitë, nuk janë bërë për qytetarët. Kodi i ri që ne propozojmë është kodi i qytetarëve që kërkon dhe shpreh interesat e qytetarëve dhe jo interesat e partive, aq më tepër interesat e Edi Ramës. Prandaj, veprimi qytetar i cili përfaqëson interesat e qytetarëve do të ngulli që në zgjedhjet e ardhshme të shkohet me rregulla të reja loje ku përparësi kanë qytetarët dhe jo Edi Rama guxon të shesi Sazani. Kjo është tradhti kombëtare. Kjo është të përdorë Shqipërinë si plak tregu për interesin tënd. Dhe për këtë Rama duhet japi llogari. Nga ca kohësh unë burë se kishte 800.000 vota mbrapa, që ndronte me 800.000 vota në pushtet. Në 24 orë të fundit, një sondazh i hapur Rana Out ka shënuar e ka përcyer kufirin me 800.000 votave që kërkojnë që Rana të zbresë në pushteti. Dhe pasoj, Rama e bandën e tij e kanë ulur poshtë këtë aplikacion. Së fundi dua ta dy fjalën time, duke i bërë thirrje socialistëve të thjeshtë, lideri që keni juve në krye, dhe i shizoj Partia Socialiste, ju nuk jeni më Partia Socialiste, ju nuk jeni më Rimindja, ju jeni banda hajdude e Edi Ramës. Nëse sot kanë betur socialist të ndeshëm, socialist që duen Shqipërinë, socialist që nuk duen të ngelen me dëmk dhe me njohë në kurisën e tyre, ata që janë deputet, duhet
parëzojnë Edi Ramën, është një nga mënyrat se si ky çmendur, ky psikopat politik, ky lunatik, ky person që nuk pyet për të fonde që ka përdorur shtetin me qeverisjen, si pun private duhet dhe mund të largohet nga pushteti. Prandaj, edhe një herë, Rama jep tërheqjen, nëse ti nuk jep tërheqjen. Shija një nga pankarta që keni që të gjitha janë shumë bukra, që thot kjo është besëlidhja e Tiranës 2026. Edhe në fakt, kemi dashur ta themi, arsyeja pse nesër do të jetë protestë kombëtare është se është 148 vjetori i lidhjes shqiptare të Prizrenit. Kjo që po bëjmë këtu nuk është as më pak as më shumë se besëlidhja e Tiranës 2026. Ne do t'ju qëndrojmë gjitha pikave dhe nuk do t'ikim nga shershi. Ndaj, Rama jepe dorëheqje! 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 Tonë qytetarët që na shohin nga shtëpia që nesër të bëhen sa më shumë dhe të vinë Tiranë. Ftojmë gjithë emigrantët që të bashkohen nesër dhe të kthehen në Tiranë. Ftojmë të gjithë shqiptarët e trevave që nesër të jenë Tiranë. Bashkohuni me ne! 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 Kjo lëvizje ka nevojë për gjithë ne, por më shumë ka nevojë për secili, për gjithë bashkë. Ka nevojë, fjalia ishte ka nevojë për secilin prej nesh, por më shumë ka nevojë për gjithë ne bashkë. Përshëndetje shqiptarë, unë jam një larguar nga ky vend, sepse nuk më jam dhënë shërbime shëndetësore. Edhe vajta në shtetë si Franca, dhe çfarë më thanë kur më dhanë lejen e qëndrimit. Ti je i pranuar në këtë vend, sepse shteti jot nuk të jep shërbime mjekësore. Ndaj sot unë të them, Rama largohu! Gjë shqiptarë, largohu nga katërinje të reja, mos prit të vi në diaspora, se për e ata 500.000, ti do shdukesh do t'ish vrit ku të futesh. Të gjithë, për pronat, për shëndesin, ju lutem të gjithë mos ndahemi, mos ta përqaj, të jemi të gjithë bashkë, ju dua të gjithë dhe jeni të gjithë shumë të mirë. Një rinie më e kullueshme që ka sjellur në këtë shesh prindrit
bota. Dhe ashtu në të gjithë botën që ndodhen shqiptarët janë ngritur. Dhe në respekt të gjithë mediave të huaja, të cilat e kanë transmetuar televizjet tonën, po I them 2 fjalë në anglisht. Dear representatives of foreign media present here in Tirana, we thank you. Young people. This is a movement that has started a long time ago, but only now everybody has come together. Because they have seen that gradually every single government, whether that was a right wing or a left wing, has betrayed them. They have actually created legislation which has allowed their land to be sold to anyone that they see fit, without the landowner having the right to say anything about it. This is what we call the law of foreign investors. And that is why people have actually come to the streets, because they have seen projects like Skavita up in north, they have seen projects like Narta and Sazan that is just stealing the right of not only property, but for life, the right of living in their own land. And are abroad and are protesting in massive numbers. Thank you very much. Fakt atyre ju erdhi fundi, po këtë protest nuk e shoh dot fundin. Edhe sot ndryshe nga çdo ditë, ka edhe në parkën time, edhe në djastën time. Jeni jashtë shumë. Nëse mendoni se kanë ardhur mjaftueshëm nga diaspora, jam gati t'ju them se e keni gabim. Federation! Ndaj përgjithësisht nga diaspora e Gjermanisë, kem përsëri një djalë që ka udhëtuar përsëri për këtë protest. Përshëndetje bashkëdhetar. Si fillim, nuk ju falenderoj gjithë këtu që jeni mbledhur, që nuk heshni, që nuk dorëzoheni. Që nuk dorëzoheni. Dua t'ju them, faleminderit që e bëni qartë që Shqipëria nuk është pronë private, por është atveu I të gjithë shqiptarëve, kudo që ndodhen. Por, sot jam kthyer këtu, sepse vendi jonë ka nevojë për ne. Për ne, gjithë që jemi këtu dhe për gjithë shqiptarët e diasporës kudo që ndodhen. Kudo,
Kjo protest nisi për Zvërnecin, por sot është për diçka shumë herë më të madhe. Kjo protest sot është kundër korrupsionit, kundër varfërisë që ka ardhur në Shqipëri, kundër kësaj qeverie arrogante që i merr zvarr shqiptarët dhe është bërë palë me krimin. Prandaj jemi mbledhur sot këtu. Unë doja të thoj edhe diçka tjetër. I bëj thirrje të gjithë intelektualëve në Shqipëri. Bëni një front politik. Vijuni kundër kësaj qeverie. Shqipërisë nuk i mungojnë intelektualët. Kemi shumë. Fëmijëve tuaj, një të tashmë të sigurt dhe vitarëve të ndriton.